në përbankat e kësaj shkolle ka kaluar si nxënës. E në po të njëjtën shkollë, në bank ulet si mësimdhënës. Behxhet Sherifi, tash 37 vite të plota, ka shërbyer si mësimdhënës, si dikush, nga i cili mësuan breza e gjenerata të shumta, cili nga vetja nuk kurtheu asgjë që fëmijët të kishin gjithçka. Puna si mësimdhënës për gati 4 dekada për të, ani pse shumë e dashur, nuk ishte qenë gjithmonë e lehtë. Kjo pasi që ishte ballafaquar me situatat e rënda, e herë edhe të rrezikshme. Faleminderit që keni gjetë kohë dhe jeni ardhur. Unë jam Behxhet Sherifi, mësimdhënës i kësaj shkolle. Punoj një kohë gjatë në këtë shkollë, jam një herët edhe vendas këtu. Shkollën fillore e kam kryer në fshat këtu, edhe të mesmen edhe fakultetin në Prishtinë, si kam fillu punën këtu dhe prej asaj kohe se kam ndërprer, s'kam asnjë ndërprerje, një kohë gjatë kam punu në arsim, domethënë ja 37 vjet banë. Ndërsa momentin kur u rikthye në shkollën e fëmijërisë, por me ditar në dorë, Behxheti e ka ende të freskët dhe e ruan me shumë dashuri. Si nxënës, edhe kur jam kthy me punu, i kam gjetë mësuesat e mi këtu, është një kënaqësi e veçantë. Kur i kam gjetë edhe mësuesat e mi që më kanë mësuar, kam punu një kohë gjatë me ta, një kënaqësi e veçantë. Edhe prej asaj kohe kam vazhdu me ta. Ata janë pensionu, kanë ardhur në të ri, kam vazhdu me ta sot edhe jam prapë të punu. U ka një kohë e mirë, një kohë që të se herë kujtoj të gjënë nostalgji të madhe. Shkolla është e re, njëherë ka qenë një shkollë e vjetër, një shkollë e vjetër, dikon 2004-2005 ne kanë punu në shkollën e re, ku me kushtet krejt pak, po pas luftës u shpërngullin njerëz shkopin kushteve, një pej kushteve nuk ju ofruan kushtet që transporti ishte pak problem. Ajo i detyrej njerëz si krishin një shkollën me vazhdu me fëmijë në qytet për shkak të time, edhe numri të zoglu. Numri maksimum shkolla nxënësave që kom pa, e ka pas 110-120 nxënësave, thash në ajo orë të zvoglu. Mas luftës ka rënë dikon bjen numri dikon 47-8 nxënësa, edhe vazhdimisht ka orë të zvoglu numri nxënësave. Migrimi në fshat qytet, për shkak të kushteve, jo të mira infrastrukturës, rrugës, shtëpitë shëndetit, s'ka pas kushte as elementare. Se vetëm institucion në fshat kam vetë për momentin vetëm shkolla, vetëm kjo shkollë ka. Kjo shkollë, edhe pse sot numëron shumë pak nxënës, mësimin e parë në gjuhën shqipe e kishte filluar në vitin 1947. Në këtë vit, ku gjithçka flitej, spjegohej, lexohej në gjuhën shqipe, për çka edhe kishin luftuar. Shkolla për herë të parë ka filluar, sipas dhënave statistikave që i kemi, që i kombohet në time, ka fillu në vitin 1947, me njëherë pas luftës dytë botërore, fillon një bashkëtarrit tonë, këtu, Elshonodën, aty fillojnë. Një 50 nxënësa regjistrohen në atë vitin e parë, vonohet pak për shkak se mas luftës zakonisht fillon 45-46 muaj, po këtë na vjen pak më vonesë për shkak të gjindet lokali dhe personeli arsimor, se ka mungu. Një veçanti që ka është shumë interesant, që ka bjen sy e shenë edhe në fotografi, është mësuesi kur vjen këtu i parë me ples të bardhë. E ajo më ka rënë sy dhe më ka njën përshtypje shumë të madhe, angazhohet vjen një mësues, po bashkëtarët e kanë dashur shumë arsimin atë kohë. Shumë e kanë dashur arsimin edhe fillojnë me njëherë me punu shkollën, që pjesën që të venin ku jenë, bëhet shkolla, e punojnë, ju ndihmon edhe komuna, po me punë vullnetare bën shkollën edhe një pas 4 vjetë, në vitin 1951, vinë vendosen të me nxënësa dhe fillon tamam procesi normal mësimor.
Arsimin e kishte dashur gjithmonë, por shtyes që ai ta përfundonte shkollimin e lartë, përkundër kushteve të rënda ekonomike, përkundër kohës kur gjinja mashkullore fuqinë e fokusonin në punim të tokës për Begjetin, babai kishte qenë ai që i kishte shtyer të shkollohej. Është vetëm një pjesë ka mujtë më mrinë atë kohën, në kohën teme, një pjesë kanë mrinë më shkollu, veç ata që kanë pas një vullnet shumë të madh. I kanë përballu se kushtet më të vërtetë nuk janë të mira, po me vullnet të madh. Kush ko kanë interesum, ka gjetë rrugë edhe mënyra për me mrinë më shkollu. Edhe unë e kom pas një fat mirë, prindit tu i falenderoj prindit shumë që më ka mbështet shumë se veç do të më shkollu gjithçysh. Edhe ato e kom pas prioritet, edhe kom rri me kry shkollën e mesme, në Prishtinë, kom kry fakultetin e pedagogjisë, kom 4 vjeçar aty në Prishtinë. Po para se me kry fakultetin, me njëherë, si absolvent, kom fillu me punu në vitin 1986-87, këtu në shkollë. E sa ka ndryshu arsimi atëherë dhe tash, se po flasim që për 2 periudha ndryshme keni dhënë mësim, sa ka ndryshu tash dhe atëherë? Ndryshimet janë evidente, shumë të mëdha, janë evidente, se çdo herë unë që ako mujtë me pa çdo 10 vjeçar ka pru ndryshime të moja, çdo 10 vjeçar, kështu një dekadë, me thonë ndryshime të moja. Kushtet nuk jenë konë pak ma të vështira, kuptohet me të kohë. Mirë po, vullneti për më shkollu dhe më ngrit, u konë shumë i madh, si të prind, si të nxënësit, si të mësimdhënësit. Shumë e kanë dashur arsimin. Shumë i kanë kushtuar rëndësi arsimit, se përmes tina kanë dalë gjenerata të forta dhe të mira dhe edhe e kanë pru vendin sa ku jemi. Mësimdhënës kishte qenë edhe në kohë lufte, në kohë kur mësimi shqip dënohej nga pushtuesit, por që nuk ishin dorëzuar asnjëherë dhe nuk e kishin ndalur mësimin për asnjë moment. Po, jam përjetues se unë thash edhe më herët dhe nuk e kam ndërprer arsimin me as një muj as. E kom vazhdu, edhe ajo është, kisha me thonë, koha me mirë. Për mu, unë që shekom koha me mirë, se kemi pas vëndet madhë. Tornat i tim krejt, jenë konë, thuj se një kohë kemi punu pa torna, pastaj kanë fillu dikun ma vonë një 3% që jëmë lidhë, vica dë minimale, simbolike, një shumë simbolike, edhe mirë për vëndeti shumë i madhë. Për kondër vështërsive? Për kondër shumë vështërsive që në kanë hoftë, se u konë, arsimi ka parapri, e kanë thonë njerëz, i ka parapri, pavarësisht. Arsimi e ka mbajt, nuk u dorëzu, edhe u konë parapris i krejt proceseve, ju ka prist. Tu ju falenderu atina, se ndashta mu pas dorëzu arsimi, nashta s'kishë mujtë me mrisat. E sa ka qenë vështirë për ju për shkak se një këndu keni qenë mësimdhënës, po keni qenë edhe mbikëqyrësja për fëmijëve në një farë forme që kanë ardhur me marrë mësim. Sa ka qenë vështirë kjo për ju? Po, vullneti, e thash edhe më herët, vullneti i madh, se e vështirë konë shumë, po vullneti i madh, edhe bashkëpunimi ideal i krejt për tërëve konë, mos më dështë. Qëllimi aty u konë, me majtë arsimin mos më ra arsim. Edhe kanë rrime me sukses të madhë. Dhe më honë kanë sakrifiku shumë, kanë për ndjekun të maltretu, mësusat, nëzansat, në shpia private, si e din krejt ato. Por na kemi pas fatin si, po flasë për përnin këtu kemi punën e kemi majtë në shkollë. Qëto herë në shkollë kemi përnu. Qëto herë në shkollë. Ka pas mësuesa udhëtar, kanë udhëtu me kilometra kam, edhe nuk janë dorëzu e kanë majtë. Çka meritojnë shumë për krahje dhe shoqënia do të më bëjë gjithçka për ta. Ma mërmenja. Se ka sakrifiku gjithçka veç mos mu dorëzu. Mos më ndalë arsimi, mos më ndalë, por edhe nuk më ndalë, ja kam rritë qëllimit. Edhe për këta shumë njihna mirë, që jem konë edhe unë një pjesë që kom taku asoj gjeneratë.
Rruga jetësore dhe profesionale e Behxhet Sherifit është shembull i përkushtimit, dashurisë dhe sakrificës për arsimin shqip, nga bankat e fëmijërisë ku ndronte të mësonte, e deri tek ditari mësuesi që e mban tash e 37 vite, ai asnjëherë nuk u nda nga misioni i dijes.